Të nderuar teleshikues, kohëve të fundit dhe javën që lan pas, kishim deklarata mjaft të zjarrta kësaj radhe nga Kisha Ortodokse Serbe, ku dy kleriket e saj e rikthyen edhe një herë në pa qëndrimet e saj karshi shqiptarëve. Jo vetëm kundra shqiptarëve, por në veçanti kundra Kosovës, me pretendimin se është tokëshajt e tyre dhe se ata nuk hekin dorë pavarësisht marrëveshjeve ndërkombëtare, pavarësisht se në Kosovë ka institucione shtetërore dhe se nuk duhet ndërhyrë në çështjet e brendshme të një shteti. Por kur debatojmë për fenë dhe për qëndrimet e Kishës Ortodokse Serbe, historikisht qëndrimet e saj janë masat e njohura. Në vend që të përqendrohet faktikisht energjia tek feja dhe populli serb, e shteti serb, ata vazhdojnë që, si që kanë bërë me shekujt e tërë, vazhdojnë ta kërcënojnë popullatën autoktone shqiptare, gjithnjë me qëndrime tepër radikale dhe tepër ekstreme. Pavarësisht se jetojmë në gadishullin evropian, në këtë gadishullin ballkanik, qëndrimet e Kishës Ortodokse Serbe ngjallin frikë sa herë që dalin në sipërfaqe. Sonte nuk do të debatojmë për frikën, por do të debatojmë vetëm për qëndrimet e mistershme të disa klerikëve që më shekuj e përcjellin në vazhdimsi kërcënimin ndaj popullatës shqiptare e konkretisht asaj të Kosovës. Për ta filluar emisionin sonte, sërish të ftuara kam Adnan Çakën, dhe Adnan është e çuditshme se si Kisha Ortodokse Serbe vazhdon edhe sot e kësaj tutje të mbajë të njëjtin qëndrim. Pyetja e parë ime është: cilat ishin qëllimet e Kishës Ortodokse Serbe gjatë rilindjes tonë kombëtare? Realisht qëllimet kryesore të Kishës Ortodokse Serbe në raport me shqiptarët kanë qenë qëllimet ekspansioniste, do thotë Kisha Ortodokse Serbe ka qenë ajo që e ka frymëzuar, e ka ndihmuar në vazhdimsi do thotë politikën serbe dhe ekspansionizmin serb në raport me shqiptarët. Gjatë periudhës së rilindjes kombëtare shqiptare, Kisha Ortodokse Serbe gjatë procesit dhe do thotë ndërtimit të nacionalizmit serb dhe ndërtimit të kombit serb dhe shpalljes së parasisë të tyre në vitin 1978, Kisha Ortodokse Serbe përpos do thotë aspektit fetar, ajo u involvu fuqishëm edhe në aspektin politik. Mirë po, du ta kemi qartë, sepse që nga Shënsava, dhe më shekën 13, Kisha Ortodokse Serbe ka marrë, do thotë, edhe konotacion politik, jo vetëm fetar. Gjatë kësaj periudhe, Kisha Ortodokse Serbe përpos që u involvu, do thotë, në përkraje politike serbe në procesin e ekspansionizmit serb në raport me shqiptarët, ajo mori edhe një detyrë edhe në aspektin falsifikimit e historiografisë serbe në raport me Kosovën, në mënyrë që ta justifikon pretendimet shoviniste serbe në raport me Kosovën. Pikërisht gjatë periudhës së shekullit 19, gjatë kësaj periudhe ku krijohet edhe kombi serb, Kisha Ortodokse Serbe ishte ajo promovues i termeve ndryshme që janë shpifse në raport me Kosovën, në mënyrë që më pastaj historiografia serbe, politika serbe dhe shkenca serbe i përdori ato për ta poshtuar Kosovën. Gjatë kësaj periudhe, domethënë se deri në shekullin 19 nuk kanë ekzistuar shumë shpife që më pastaj do thotë u plasuan dhe sot bazohet historiografia dhe shkenca serbe. Për shembull, që në shekullin 19 do thotë kanë filluar shpife ndryshme si miti për miti për Kosovën, mandej ashtu e quajtur në Stara Serbia apo Kosova e vjetër, mandej shpifja për që termi që referohet Kosova i Metohi, e gjitha këto
ishin si rezultat i indikimit dhe falsitetit që e bënte Kisha Ortodokse Serbe. Para parkisht duhet të ndalemi ku jemi te falsiteti i historiografisë serbe, duhet ta përmendem sepse që në vitin 1872 socialdemokrati serb Svetozar Marković ishte i pari serb që e kishte denoncu politikën e jashtme serbe dhe qëndrimin e saj ekspansioniste, sidomos në raport me shqiptarëve, dhe e kritikante politikën e historiografisë serbe që sipas Svetozar Markovićit është duke u falsifiku te i masë, gjë që ishte plotësisht e vërtet dhe po krijohet mite gjëra të pavërteta. Më pastaj ajo që duhet vlen përmendet në shkencën serbe në historiografinë serbe janë dy shkolla, dy doktrina shkencore historike, ajo i Ilaren Ruvarac dhe Pantenije Srećković. Ilaren Ruvarac është një shkollë e cila do thot ka një qëndrim ma objektiv, ma shkencor do thot interpretimit të historiografisë, kurse ajo që është Pantenije Srećković që është dominante edhe sidomos në shkollë, në universitetet dhe në qarqet politike akademike serbe, është një qasje falsifikuese dhe që ka sot do thot dominancë të madhe në historiografinë serbe. Kisha Ortodokse Serbe tham i përhapi që në shekullin 19 disa falsitete, disa terma të cilë ishin të panjohura, sidomos çështja për shembull ta zëm mitin për Kosovën. Edhe me drejt Ilan Ruvarac dhe Miodrag Popović, studiues serb, thonë që nuk ka ekzistuar deri në shekullin 19, do thotë është quajtur miti për Kosovën, miti serb për Kosovën, tregon qartë që është i falsifikuar, është mitizuar pikërisht nga Kisha Ortodokse Serbe, dhe është deri në shekullin 19 nuk ka ekzistuar. Po ashtu kemi edhe për një fakt tjetër që ka qenë pa përmendur deri në shekullin 19, është çështja që është quajtur shpërngulja e madhe serbe, që i referohet shekullit 17-18, që të cilën domethënë pikërisht ishte Kisha Ortodokse Serbe që e plasoi për atë parë shekullin 19 që nuk ishte ditur në atë kohë ky falsitet, e për këtë e përmend do thot edhe studius serb si Jovan Tomić për atë parë përmend 1913 ku thot çështja e ashtëquajtur shpërngulje e madhe serb që nuk ka ekzistuar, ka qenë numër shumë i vogël i serbëve dhe krishterëve shqiptarë katolik dhe ortodoks, të cilët pasi që humben në betejën që ishin përkrah koalicionit austro-hungarez, pas humbe betejën përkrah koalicionit austro-hungarez që luftonte kundër osmanëve, dhe që pjesë e osmanëve që për mbrojtje territorit shqiptare ishin edhe shqiptar musliman, ata u detyruan të largohen për territorit hungarisë dhe të Serbisë. Dhe kjo në këtë periudhë, domethënë autori Jovan Tomić tregon që kjo çështja e shpërnguljes së madhe serbe, që është një falsitet, e ka shpik Kisha Ortodokse Serbe që nuk ka ekzistuar fare. Mirë po, duhet ta përmendim një fakt që është shumë me rëndësi. Njëjtën gjë siç e bëri sionizmi politik fund shekullit 19, do thotë që për të ndikuar, për të nxitur, do thotë qifutërin që të vinë dhe dërtojnë shtetin Izraelit, ata e panë që nëse referojnë në aspekti politik, për t'i motivu, nuk ka mundësi për motivu, do thotë qifutët që të vinë në Palestinë dhe për ndërtu shtetin e tyre, por ajo që mund t'i mobilizon është vetëm në aspektin fetar, duke bë manipulime në tekste fetare, do thotë të judëve, të qifutërisë, dhe kështu që ata pastaj i mobilizuan për të arritur synimet tyre politike. Njëjtën gjë e bëri edhe Kisha Ortodokse Serbe. Ajo e pa qartë që për të ndihmuar politikës serbe dhe për të ndihmuar do thotë shtetit serb, e vetmja mënyrë për ta arritur qëllimin e ekspansionit, sidomos në raport të Kosovës, duhet shpikin terma ndryshme edhe mitizojnë gjanat dhe ta përdorin do thotë çështje ndryshme fetare, të motivojnë aspektin fetar në mënyrë që do thotë poshtohet Kosova. Ata shpikin edhe termin Kosovë me të duke një term domethënë totalisht pejorativ dhe nuk ka asnjë bazë historike as
as shkencore. Nëse e shohim në aspekt shkencor, fjala metohi është rrjedh për fjalës greke meto, që do thotë vakëf proni, e kishës proni, do thotë që është një institucionit fetar, mirë po, ky nuk është kur far argumenti që me konsideru që edhe në atë kohë në mesjec, por edhe tani ka pas dhe do të ketë gjithmonë prona po vakëfe edhe të kishës edhe të xhamis, pra ky pretendim nuk mund është i pa bazë edhe në aspekt historik dhe politik, kështu që nuk mundet që me pretendime që kinse me disa manastire në Kosovë që pretendohet që do thotë Kosova është e tyre. Pra Serbia e njëjtën çështje tjetër që e përdori dhe Kisha Ortodokse Serbe falsitete ishte edhe termi Stara Serbi, një apo Serbi e vjetër. Kur filloi të përdoret? Për herë të parë është 1827, më pastaj në mënyrë më gjërësisht fillon 1854, edhe fillon, do të thotë, autori kemi për shembull për herë Jovan Bugarski është për herë të parë autor që ka përmend këtë çështje, mandej profesori dhe historiani rus Mojkov që përmend këtë term, mirë po çka është e vërteta. Paraprakisht, edhe në shekull 15, 16, 18 dhe gjithandej ky term në hartat e ndryshme botore, në enciklopeditë ndryshme botore, asnjëherë nuk është përmend. Nuk është përmend. Këto e përmend në fillim për shekullin 19 ta përdorin për herë të parë, do thotë serbët. Ta përdorin serbët, historiografia serbët. Cila ishte konkretisht qëllimi kryesor ishte vetëm në aspektin, do thotë politik, mënyrë që ta justifikojnë pretendimet ekspansioniste serbe për ta pushuar, por nuk ishte asgjë të vërtet. Kjo nuk ishte asnjë gjë të vërtet historike se Kosova nuk ishte as djep i shtetit serb, edhe është një pretendim i pavërtet. Ne shohim edhe në enciklopedinë gjeografike edhe historike të pranurisë osmane atë që ishte botuar Stamboll 1886 nuk përmendet askush termi Stara Serbi, nuk përmendet as në botimin e shkrimit të Vuk Karadžićit, nuk përmendet askund as në enciklopedinë Amin Boe në Turqia Evropiane në vitin 1940, mirë po ky term fillon të fuqizohet sidomos pas 1854 ku sidomos me nxitjen edhe kishës serbe. Kurse në 1889 kemi një hartë që e sponsorizuar nga Serbia që përmendet Stara Serbi. Mirë po, çka është këtu një fakt që duhet përmendet? Tendenca atyre që serbët që pretendonin me konsideru si Kosovën si djepi Serbis, i djepi cilëzim serb, kjo nuk ka asnjë bazë historike. Thash edhe më parë, tendenca për disa manastire, që fakt këto janë manastire të përbashkëta serbëve, shqiptarëve, që cilët do thotë janë ndërtu shumë në kohën e Bizantit kanë qenë shumë të vjetra. Ta ilustroj pak në mënyrë faktike këtë thonjën tonë, për arsye se është mirë të ta thjeshtësojmë në kuptimin e plot për opinionin. Do të thotë Kisha Ortodokse Serbe ka qenë e shtrirë në pjesën e Maqedonisë së Veriut sot dhe ka pasur ndikim dukshëm më të madh, besimtar me numër shumë më të madh dhe ka heq dorë. Pavarësisht edhe në ditët e sotme, ajo nuk ka ndonjë pretendim as territorial e as fetor në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Pastaj kemi Malin e Zi, që një kohë pretendonte se është edhe ajo pjesë e saj, edhe sot me disa shurma të vogla u pa se krijuan autocefalinë vet dhe ndjehen komod. Ndërsa këtu ku thjesht ne kishim të trashëguar kishët e Bizantit, Kisha Ortodokse u zgjuar në shekullin 19 këtu, dhe në vend që të predikonte fenë që ne shqiptarët e kemi pas tolerancë madhore e hynore, ata fillon projektin politik. Çka ne kupton kalimi i Kishës Ortodokse në një plan politik në këtë rast? Fakt, kalimi i Kishës Ortodokse në plan politik është një çështje jashtëzakonisht e rrezikshme, se si thash, Kisha Ortodokse serbe e përdori fenë për qëllime politike dhe serbët nga shekulli 19
si 18-19 përballjen me shqiptarët, do thot e kalon në një motivim ose një përballje fetare, jo më një përballje që ishte me vetëm në aspektin territorial. Qëllimi kyç i Serbisë ka qenë do më thonë qëllime ekspansioniste dhe Kishës Ortodokse për të pushtuar territorin shqiptar, mirë po, si pretekst gjithmonë aspektin për të marrë për aspektin fetar, më motivu në aspektin fetar dhe kinse këtu pas ka qenë djepi i civilizimit serb. Për të argumentuar pse nuk ekziston e drejta historike serbe dhe që Kosova s'ka qenë kur djepi i Serbisë, duhet të dimë që edhe në periudhën e mesjetës, që të periudhën e shkurt të sundimit të dinastisë në Manite, që ka qenë aty, do thot, në kuadër saj kanë qenë shqiptarë, si mos Betëria Car Dushanit, shqiptarë, bulgarë, grek, edhe serb, edhe do thot shqiptarët kanë qenë një periudhë shumë shkurt, do thot në sundimin e dinastisë në Manitëve. Totalisht Kosova në përgjithshëm 1283 deri 1371 ka qenë e pushtuar në mënyrë përgjithshme. Pse nuk ka asnjë bazë edhe një argument pse për të quajtur Kosova si djepi i Serbisë? Është shumë e thjeshtë kjo. Spari e mbretëria parë ose principata parë serbe krijohet në Rashk jashtë territorit të Kosovës. Edhe kisha e parë serbe krijohen, kishat e parë krijohen jashtë territorit sotshme të Republikës Kosovës. Pra nuk ka asnjë bazament për të quajtur Kosovën si pjesë të Serbisë. Edhe këto kisha që pastaj përveçuan se disa i ndërtuan mbi temelet e kishave që ishin më parë katolike, ortodokse, bizantine që ishin shqiptarëve, do thot Mbretëria nuk ka asnjë kishë ortodokse serbe i përveçoj këto, mirë po këto u bën në mënyrë të jashtëligjshme. Ndikimin e kujt të arriti, sepse sido kudo, pavarësisht feja nuk mund të ketë ndikime për pretendime territoriale. Në këtë rast sikur kisha ortodokse që ishte shumë me zonë, sidomos në fillimin e shekullit 19. Shiqo, do ta themi në fakt do ta themi qartë këtu. Gjatë kësaj periudhe, domethënë që fillon pushtimit e territorëve shqiptarë në periudhën e Nemaligjve 1283-1371. Këto manastire që fillon të ndërtohen, disa manastire që ishin manastire të reja që ishin ose ishin ndërtuar mbi temelet e manastireve të mëparshme shqiptare. Në fakt këto manastire, këto përveçime që i bëni në atë kohë mbretëria serbe, fakt serbët, rashjane që u quajnë në atë kohë, edhe Shensava që e shpalli veten autokefali e shpalli veten patriark, dhe në jetën kohë e shpalli kishën ortodokse si autokefali, nuk kishin legitimitet fetar. Në 1219 Shensava e shpalli, domethënë kishën ortodokse serbe si kishë autokefali dhe më pastaj do thot përveçimi që i bërë këto kishat shqiptarëve në aspektin ligjor, do thot nuk ka pas kur fare legitimitete sepse nuk u njoh nga Konstantinopoja dhe as kur e peshkopata e Ohrit nuk i njehen si e tillë. Gjitha këto përveçime që i morën ndaj shqiptarëve janë të pavlefshme. Në jetën kohë ku e kemi 1346 Car Dushani që e shpall patriarkanin e Pes si patriarkan, nuk janë njohur askush. Nuk janë njohur Konstantinopoja. Si e tillë gjitha këto përveçime që ndodhen në mesjet të kishave që ishin shqiptarë në kohën e Bizant, që ishin ndërtuar disa mbi temele kisha katolike ose ortodokse, nuk kanë pas kur fare legitimiteti. Në 1459, fakt duhet ta përmendim që përfundon zhduket dinastia apo despotati serb. Dhe tu jeferojmë pyetjes suaj. Këtu duhet ta kemi parasysh. Nga këtu 1450 nuk përfundon mbije despotati serb, serbët nuk kishin kurfar, domethënë nuk kishin atë fuqinë e tyre. Dhe si rezultat i saj bie edhe kjo fuqia
e kishës ortodokse që administronin serbët në këto treva bie fuqishëm. Mirë po, fuqizimi saj, po, erdhi fal koketimit, fal servilizmit që e serve në raport me pranën osmane. Ardhja si kryevezir, si Mehmet Sogolovici, Mehmet Pash Sogolovici, që ka qenë serb musliman, jo bosnjak, serb musliman, e ndihmojnë Makarajosin, vllahun e tij që ishin pop ortodoks, që të bëhet patriark, dhe më pastaj serbët në këtë periudhë fillojnë një gjysmë autonomi dhe gradualisht ti marrin kontroll këto kishë ortodokse. Mirë po, në asnjë dokument nuk përmendet se këto kanë qenë serbë. Edhe partekona e PES konsiderohet si partekona IPEC, jo partekon serbe. Pra, kthehet kjo tamam autoqevalia serbe. Tamam e njohur zyrtarisht. Kemi nga 1557 dhe 1766. Mund të konsiderohet si serbë, domethënë që kanë administruar ortodoksëve. Duhet ta kemi qartë se bëhet fjalë për manastir, sepse patriarkoni ishte veçpallur nga kisha ortodokse. Shumë e vërtet. Domethënë që të jemi objektivisht, sepse manastiret që kemi këtu, kemi shumë manastire, jo vetëm në Kosovë, po kemi ana kënd viseve shqiptare dhe toleranca ndërfetare të shqiptarët, thashë edhe një herë, është e jashtëzakonshme. Pyetja ime e radhës është kështu: kisha ortodokse serbe në raport me politikat dhe Kosovën, pse u nxit aq fuqishëm kisha të marrë rolin politik për të pretenduar në mënyrë territoriale, do të thotë tek viset shqiptare, cili është roli i kishës ortodokse në raport edhe me veç shtetin serb. Fuqizimi i rolit të kishës ortodokse serb në raport me shqiptarët ka ndodhur pikërisht pas suksesit të serbëve me pushtimin e parë Kosovës, domethënë 1913. Aty u involvuan aktivisht luft, jo vetëm në konvertime, po edhe në motivim edhe për krajën, entuziazmimin e kriminalëve serb, po tamam në luftë 100 popa serb. Dhe nga përfundimi i luftës ballkanike, kisha ortodokse serbe ja bëri qartë politikës serbe, sepse ne tashmë do të kemi pjesë dhe ndikim në politikë, sepse kemi dhënë kontribut pas zavetësueshme. Dhe nga kjo periudhë, kisha ortodokse serbe filloi një fuqizim saj jashtëzakonisht madh. Mirë po, fuqizimi saj edhe kem pasur mes dy luftrave botërore, biles Nikolaj Valimirović, që ka qenë një shovinist serb, një pref serb që është shenjtëru nga kisha ortodokse serbe, ai ka qenë një bekues i madh dhe përkrahas i madh edhe i gjenocidit, jo vetëm ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj çifutëve që kanë jetuar dhe në Serbi, ka qenë jashtëzakonisht një ekstremist, një shovinist. Biles e ka një thënie ti, thot, atë që bën sot Hitleri ndaj thot hebrejve dhe çifutëve, një term që se ka këtu një dallueshmëri hebrej çifut, sepse hebrej tashmë unë nuk e konsideroj si ekzistojnë, po çifut ai thot e bën një krahasim, thot ato që e bën thot hebrej, që e bën Hitleri në po thot me shqiptarë hebrejt, thot këtë ka bërë Shensava ndaj jo ortodoksëve. Shensava e ka bën ndaj ortodoksëve, domethënë shekulli 13. Edhe kjo dëshmon, edhe Nikolaj Valimirović, duhet ta cekim, në 1936, ky ka qenë ideator për projektin për shpërnguljen e shqiptarëve. Ky ja ka propozuar. Ishte qëllimi vetëm për shpërnguljen apo për konvertimin? Padyshim, se para kësaj periudhe ne kemi fund 1912 fillon procesi i konvertimeve të shqiptarëve në ortodoks dhe vlimin e madh të këtij procesi filloi në 1913, saqë Serbia kishte organizuar parapakisht edhe një organizatë që njohej si organizata Liga, që kishte për qëllim me pa disponimin e shqiptarëve në këtë proces dhe mi nxit, me bë presion jashtëzakonisht madh për këtë proces. Në gjatë këtij procesi për konvertim, dihet mbi 12.000 shqiptarë muslimanë janë konvertuar me dhunë, domethënë në ortodoks.
ka pas persekutime, ka pas vrahje, se dihet gjenocid i llaktash me luftën ballkanike, mirë po shkaktari i madh një sebeb, nëse mund të quhet ashtu, për më ndar ky proces i dhunshëm i konvertimit, ka qenë vrasja e priftit Luiz Paleve. Luiz Pale, ku vrasja këtij ekzekutimi që pasi nuk pranon të bëhet ortodoks, nuk pranon, ekzekutohet dhe më pasaj vin komision ndërkombëtar, i verifikojnë gjërat, Austro-Hungaria ndërhyn ashpër dhe ndalon këtë proces famkeq. Pra, ma pastaj duhet ta përmendim një fakt. Mas përfundimit të thash ideator i planit të Vaso Çubelovićit, ky ja ka EDU planin e Vaso Çubelovićit për shpërnguljen e shqiptarëve, ka qenë Nikolaj Valimirović. Edhe ai pastaj e ka dizajnuar, e ka projektuar dy elaborate në 1937 dhe 1944 që referohet ekskluzivisht shqiptarëve. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Kisha Ortodokse zbehet ndikimi i saj, domethënë ardhen domethënë Josip Broz Titos, ndikimi i saj është më i fuqishëm edhe në tokë, domethënë kishte me ligjet që do të thotë miratoi në atë Jugosllavia, filloi me u zvoglu edhe toka që kishte arritja zakonisht me zgjeru. Kështu që do kthehemi çik më vonë. Por do të verojmë vetëm edhe një aspekt që e përmend fuqizimi i saj. Fuqizimi i Kishës Ortodokse sepse ndikimi i saj në politik mund do të kisha referu këtu, sidomos nga nimi 1982, ku kemi 21 priftrine në 21 kisha në ish Jugosllavi që do thotë bën një lloj si themi një lloj memorandumi që ja u dërgojnë përfaqësuesve jugoslav, që ju thonë qartë që ky do të jetë platformë e Serbisë për Kosovën. Dhe aty përmendë se kinse po ndodhë gjenocid i planifikuar me shqiptarëve kundër serbëve. Pra, 82-ën, 21 priftinë serb, në 21 kishën Jugosllavi, ata krijonin një lloj platforme dhe ja dërgojnë autoritetet jugoslave që dhe ju kërkojnë autoritetet serbe konkretisht që të marrin masat ashme në raport me Kosovën, se kinse po shqiptarët po bëjnë gjenocid ndaj serbëve që është i planifikuar. Mirë po, ai fuqizimi dhe ndikimi fuqishëm i Kishës Ortodokse serbe është pikërisht nga 1980-tani, ku kemi sinodi Kishës Ortodokse serbe, një mbledhje që mban 1991-ën, del me një deklaratë fuqishëm. Thot nga tashëtutje asnjë vendim politik i shtetit Serbisë, i autoritetet politike serbe nuk guxon të merr pa pëlqimin ton. Dhe pastaj ne do thot shohim ndikimin e saj të jashtëzakonisht që ka pas destruktiv, sidomos do thot roli i saj të jetë jashtëzakonisht destruktiv në gjenocid në Kosovë, në Bosnjë. Për Kosovë do të referohem tutje. Mirë po, do të ndalesha edhe të çështjet e gjenocidit që është i Kishës Ortodokse, involvimi i Kishës Ortodokse serbe në gjenocidin në Bosnjë, është një fakt tepër me rëndësi që kemi gazetat në atë kohë, 3 gazeta, do të thotë gazeta franceze që në vitin 1994, në vitin 1994, do të thënë, ato fillojnë të shkruajnë fuqishëm për involvimin e Kishës Ortodokse serbe, do të thotë në gjenocid në Bosnjë. Kisha Ortodokse serbe bën padi në gjykatat franceze, se kinse këto në shpifje, merr avokat fuqishëm për këtë çështje për ta mbrojtur, se kinse këto do thotë gazeta franceze kanë shpif për Kosovën, për Kishën Ortodokse serbe, dhe ajo që është më e rëndësishme të potencohet që pasi që gjykata franceze merr një vendim shumë të rëndësishëm, ku thot gjitha këto që janë shkruar në gazetat franceze nuk ka qenë fare shpifje, mirë po ka qenë krejtësisht të vërteta. Do të thot nuk ka qenë dhe serioziteti i kësaj. Mund të themi qartë që Kisha Ortodokse serbe është institucioni i parë fetar në nivel botëror, e cila është gjyku ose është shpall si fajtor për gjenocid. Nuk mbahet mend që një institucion fetar është shpall fajtor për diçka. Pa marrë parasysh që aty do thotë
kjo është qartë shi që është shpallë fajtor, pa marrë parasysh që aty nuk është dënum pastaj me filluni me pa ditë ndaj popat serb për që involvim për krime, për gjenocide, për gjitha këto, por rëndësishme kjo që gjykata franceze ka thonë qartë. Këto që është thonë, është shkru në gazetat franceze, nuk kanë qenë shpifje. Atë këto kanë argumentu që po, ju është e vërtet që jeni involvuar në genocid dhe keni fajstim të madh. Dhe prandaj kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme për të dëshmuar për ndikimin e kishës ortodokse serbe. Faktin se kisha ortodokse serbe, sidomos pas luftës dytë botnore, sikurse pushoi atë rjetin e eksterritorialitetit me greket që kishin edhe sot e kësaj dite, se ishin në një projekt përbashkët për viset shqiptare dhe kishin planifiku pushtimin e viseve shqiptare. Pse kisha do t'ishte aq me zon kur kishte politikaj, kur kishte mbretër, kur kishte ushtarak të fuqishëm, pse kisha merrte vendime? Po e thash qartë që Serbia në periudhën kur ndërtu kombi serb, edhe sidomos nga 1912-13, aty vun më pa që Serbin e udhëheqin organizatat terroriste ortodokse serbe dhe kishë ortodokse. Dhe po pastaj kemi më vonë edhe shërbimet inteligjente. Edhe kishë ortodokse serbe, momentit që vetë fakti që përgjithsisht shtetet slave, feja pati ndikim jashtëzakonisht, ka ndikim jashtëzakonisht fuqishëm. Mirë po, pse u fuqizu më tepër? Sepse Kisha ortodokse serbe e përdori pastaj çështjen e fesë për qëllime politike dhe motivim do të thotë kombëtar për zgjerimin e territorit të tyre dhe luftën për balljen me shqiptarën, sidomos prej shekullit 19 e tutje. Kisha ortodokse serbe, popullata serbe gjithmonë e ka paraqitur si një problem ose si një përballje fetare. Ani pse qëllimi kryesor i tyre është qëllimi ekspansionist për shkak pozitive gjeostrategjike, resurse që ka Kosova, mirë po, në fakt para popullatës edhe mënyra se si entuziazmon edhe këto shihet qartë që është një luftë fetare. Prandaj gjithmonë duhet ta kemi parasysh betejat ose konfliktet që janë me konotacione fetare është shumë më problem zgjidhen, sikur për dallim nga ato që janë natyrës politike. Kemi rastin për shembull Palestinë-Izrael, po dhe rastin Kosovë-Serbi, sepse në këtë formë është datu. Mitet serbe, mandej kinse Kosova, Jeruzalemi, Serbis, edhe gjitha këto, prandaj këto kanë ndiku në motivimin e serb. Motivimin e serb. 1989, Kosova në të kohë bërbandoi konkretisht nga propaganda e kishës ortodokse serbe. Kur flasim për ish Jugosllavinë, edhe pse ishin Federat Jugoslave, Republikat tashme që janë shtete, gjithnjë plani i parë ishte i kishës ortodokse serbe, cili ka qenë roli i saj faktikisht në këtë periudhë, flas për vitin 1981-1989. Fakt, kjo periudhë është një periudhë mjaft zakonisht delikate, sidomos me ardhen në krye të kriminalit Slobodan Milošević 1986 dhe konsolidimit i 1987, Kisha ortodokse serbe dhe shërbimet sekrete serbe i dhanë përkrahje të jashtëzakonshme. I dhanë përkrahje të fuqishme edhe sidomos i nxitën serbët me ato mitingje 1989 se kinse për nxjerrjen e eshrave, ribarimit e eshrat e Princ Lazarit e kështu me radhë, domethënë pati një rol jashtëzakonisht negativ. Mirë po, sidomos 1989 ata vazhduan fushat jashtëzakonisht fuqishëm propagandistike kundër Kosovës dhe i dhanë një shtytje shumë madhe dhe shumë fuqishëm, domethënë politikës së Slobodan Milošević në raport me neve. Një detaj shumë interesant është 1981 ku kishte ndodhur një
djegje një pjesë të kishës manasirë të PES e fatkeqësisht në mënyrë pa drejt thuhet Patrekon se nuk ka Patrekon e PES, Patrekon ekziston vetëm në Beograd, ajo që ndodh Beograd. Aty Patriarku u gremen e pa thoni një detaj, është një fakt shumë interesant që thot zyrtarët lartë shtetrorës tërë na kanë thonë nuk ka qenë kjo aksidentale dhe kjo është bën nga një Serbis, mirë po na është thonë që do thot këtë rast me mbyll, mos me diskutu dhe fatkeqësisht më pastaj Patriarku Paul gjatë periudhës së tensioneve në Jugosllavi e rikthen këtë çështje të sekince shqiptarët të Tenitin e patën djeg për me konsideru sekince u rrejti kështu me radhë. Pra, të Tenitin Patrekonën e PES është djeg qëllimisht nga serb, një pjesë caktuar, një pjesë të vogël e saj, vetëm që të fajsohen shqiptarët. Dhe kjo ka qenë një politikë shumë destruktive që ka vazhduar. Është këputja, jo është këputja, por dalja nga i ferr i quajtur Jugosllavi, fatbarësisht erdhi edhe për ne shqiptarët në vitin 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Me shpalljen e pavarësisë, a do duhej, apo a është më së normale që tempujt fetar, jo vetëm Kisha Ortodokse në këtë rast, por të gjithë tempujt fetar të referohen në ancës shtetërore? Çka ndodhi? Pse sot një shteton të ketë ndikim në Kishën Ortodokse për shembull në Kosovë, kur i kemi fqinjet tanë që ka pretenduar, ish pushtuesi serb, ka pretenduar edhe për Kishën Ortodokse në Maqedoni, por kemi kishte pavarur ortodokse në Maqedoni, kemi kishte pavarur ortodokse në Maltezi. Pse nuk ndodh kjo me Kosovën? Një fakt që duhet përmend që është shumë e rëndësi për opinionin, gabim shumë i madh që pala kosovare që bëri ishte pikërisht gjatë procesit të negociatave në Vjenë, ku komplet tapit mesjetare, do thot ja dhuroi Serbisë dhe gjitha këto monumente të trashëgimit të kulturës ortodokse, fatkeqësisht edhe me pakotësarët, edhe me kushtetutë, edhe me projekt ligjet për liri fetare i konsideroj si serbe, që është një gabim i tmerrshëm. Absurditet. Është një gabim, një absurditet i madh. Dhe ajo që e bën edhe të paligjshme edhe absurde, pretendimin edhe të cilësohet si serbe gjitha këto monumente, është edhe një fakt shumë interesant, është një dokument që ka publikuar një studius historian serb Zvezdan Folić, që thot shumë qartë. Në 1920 ku është bërë për herë të parë autocefalia tamam e shtetit serb me selin në Beograd, krijohet Partizana Beogradit. Që tham 1557 dhe 1776, do thotë kjo është periudha ku ka ekzistuar Patrekana vetë që është konsideruar Patrekana IPEC, Patrekana PES, mirë po që kanë pas administrim serb, kuptohet, po s'është konsideruar e Serbisë, se këtu ka qenë vetëm një lloj gjysmë autonomie kanë pasur në kuadrat e perandimit osmane. Despotati serb e përmendën ka përfunduar në 1459, kështu që nuk ka Patrekan serbe dhe Patrekana PES është fuqia saj 1776 dhe serbët kanë qenë më pastaj për 1776 deri në 1920 në jurisdiksionin e Patrekanës së Konstantinopollit apo Stambollit. Dhe ai dokument thot qartë që do thotë që është bërë në koordinim me Mbretëria Serbo-Kroate Slovene me Partizanën e Konstantinopollit, thot qartë. Kisha ortodokse serbe ka jurisdiksion vetëm në territor ku shtrihet shteti i Serbisë. Momentin ku përfundon ndikimi apo do thotë shtria sovranitetit të shtetit serb në një territor të caktuar, atë përfundon edhe jurisdiksioni i Kishës Ortodokse serbe. Pra, ky është një fakt dhe argument i fuqishëm. Nga 99-a, Serbia më këtu përfundon jurisdiksionin mbi Kosovën. Prandaj edhe në aspektin fetar, duke referuar autocefalisë të Kishës Ortodokse serbe, dëshmo qartë që më
nuk ka kur farë jurisdiksioni, nuk mund të ketë kur farë jurisdiksioni në Kishën Ortodokse në Kosovë, Kisha Ortodokse serbe. Janë veprimet jashtëligjshme që i bën. Dhe është e turpshme dhe skandaloze se si do thotë politikanët tonë e lejuni gjatë tillë. Po ajo është edhe tjetër skandaloze, për shembull, ne duhet ta kemi. Ama është pak edhe faj ndërkombëtarëve këtu për të vënë një presion, sepse do të artikuloj një pyetje shumë interesante tash. Do të thotë me shekuj, kishat, manastirat nuk kanë qenë të rrethuara me mure. Po. Pse ndodhi që në periudhën 2002-2004, dy manastirat konkrete, ai manastiri i Deçanit dhe ky i Pejës, të rrethuan me muri, me xhemba. Në një diçka ku faktori ndërkombëtar bante presion që faktikisht të mbesin monumente historike të mbrojtura nga UNESCO. Që ne kemi Pse ndodhi kjo? Ne kemi përmendur një mision veçantë për trazirat e mashë që gjithçka këtu ka qenë, do thotë, orkestruar nga shërbimet sekrete serbe, bënës me njëherë mas përfundimit luftës, do thotë Momir Stojanovici në një shkrim ti e pa thënë e kem krym Kosovën me agjentan. Dhe ajo Çfarë në kupton kjo? Kjo në kupton që e kem fuqizuar jashtëzakonisht ndikimin e shtetit serbisë në Kosovë përmes spionëve saj, përmes agjentëve saj. E vërteta se kisha ka rol sa përket edhe në trazirave të mashit, duhet ta themi në mënyrë të vazhdueshme. Kisha Ortodokse serbe ka qenë përpos një institucion fetar, ka qenë edhe një institucion ku do thotë ka qenë një qerdhe edhe spionazhit të rusë serbe edhe propagandës, por edhe si depo armatimit. Nga 1992 për shkak kemi Cetin, do thotë Arkani, një siti Arkanit, aty ka pas depot. E kështu me radhë kemi edhe luftën e fundit. Mirë, po kjo çka është e rëndësishme, për shembull, kjo dihet qartë sepse fakt ka qenë edhe bashkëpunime ndërkombëtar u leju trazirat e mashit. Pse i lejuan konkretisht të parë të komunave tonë, flas për komunën e Pejës dhe komunën e Deçanit, që të përdoret një gjë e tillë, sepse këtu duhet bëj thirrje që mos t'i jepet një autonomi konkrete territoriale, kuptohet, brenda shtetit tonë, që t'jetë një manastir i rrethuar me xhemba, sepse vjen në kundërshtim me gjithçka. Po mendoj unë kështu s'poku. Shumë saktë. Cili është konkret mendimi juaj? Kjo është një gabim dhe një absurditet i madh që e lejun fakte dhe faktorët ndërkombëtar, sepse nuk ka pas asnjëherë manastirat ortodokse në Kosovë nuk kanë qenë të rrezikuar, e kanë mbrojtur edhe shqiptarët, edhe kanë sakrifikuar për këto manastire. Rrethimi tyre ka qenë, dhe thotë, për me kriju një lloj panike se kinse këta janë të rrezikuar. Ditë në 2007 shërbime serbe kanë skenuar rastin në manastirin e Deçanit se kinse po sulmohen dhe po dëshirojnë me sulmu, po ka vazhdu, po dëshirojnë kinse me sulmu shqiptarët këto manastire, edhe ka vazhdu në vazhdimsi. Mirë, po këto skenime dhe këto politika ka fal edhe koketimit edhe me Bashkinë Ndërkombëtare që qëllimi kryesor ishte që të zvarritet edhe statusi përvendar i Kosovës dhe do thotë rritë privilegja e Kishës Ortodokse serbe. Por një fakt që ndoshta është menësit përmendet nga 1990-1997 Kisha Ortodokse serbe ka ndërtuar diku 67 objekte ortodokse politike në Kosovë. Po ishte edhe ajo te universiteti që ishte në mënyrë totalisht ilegale e gjitha këto. Në vetëm shekulli 19, Pranëria Osmane kishte ndërtuar në Kosovë Kisha Ortodokse 20 kisha. Diku 20 kisha. Dhe këtu ka pas një tolerancë. Por ajo që është më e rëndësishme sa i përket luftës së fundit ishte konkretisht po ndalemi këtu sepse na është bërë pengesë nga pas lufta e kënej. Kemi komunën e Deçanit dhe kemi një projekt strategjik të rrugës për të lidhur faktikisht bjeshkët tona, por njëkohësisht edhe me vëllezërit tonë në Maltezi, Plavë Guci, dhe kisha
ortodokse në Deçan tash e 3 vjet e bllokon asfaltimin e një rruge. Dhe ne vetëm në pretendimin në iniciativën e parë për asfaltim, kjo çështje ka shku deri në Këshillin e Sigurimit. A është edhe kjo pjesë e atij komploti të kishës ortodokse se nuk po predikon fen për besimtar, po predikon politike? Shumë e saktë. Fatkeqësisht këto është ku jemi tek këto pengesa që po i ka bë manastiri Deçani, po njëtën kohë dhe manastiri Pes është toleru jashtëzakonisht shumë. Ne kem pa që se si ambasadat perëndimore me aq shumë entuziazëm, me aq shumë presion i bënin politikanëve, kryetarëve të komunave që të zbatohet vendime të kohës së Slobodan Miloševićit. Vendimet të cilët ishin totalisht jashtëligjshme edhe me kundër ligjeve në atë kohë që kanë Serbisë dhe Jugosllavisë. Duhet ta përmendem edhe një fakt që për me dëshmu, sidomos çështjen që ishte për ndërmarrjet Apiko dhe Iliria, 24 hektar të ndërmarrjes Apiko dhe Iliria që ju dhan do thotë manastirit Deçanit pas vendimeve totalisht antiligjore të papranueshme të gjykatave tonë që ma pasaj u volos me vendimin e 2016 të gjykatës kushtetuese së Kosovës, që ishte vendim totalisht i pabazë. Nuk mund të amnestohet edhe neglizhencën edhe të komunës Deçanit, po edhe për shembull të rasti i do thotë kishës ortodokse që është kampusin e Universitetit Prishtinës, që në atë kohë rektorati i Prishtinës, ku ka qenë rektor Marian Dema, kanë qenë shumë ngaztë. Do thotë, mirë po, këto argumentet dhe ligjore janë për palën shqiptare, që këto kanë qenë kisha politike, janë bë mënyrë dhunshëm, dhe edhe falja këtyre tokave, unë po them, kanë qenë edhe kundërshtim edhe me ligjin atë po Serbisë dhe Jugosllavisë. Mirë po, ajo që është më esenciale për me dëshmu që janë veprime dhe komplet jashtëligjshme, edhe çështja do thot pronësia që tash edhe çështja e kishës ortodokse që ekziston në kampusin e Universitetit Prishtinë, që është bë me pëlqimin e kriminalit Arkan dhe është mënyrë me dhunshme, është në kampusin e universitetit, është ndërtu dhe që me drejt duhet i kthehet universitetit dhe duhet largohet, duhet rrafshohet, sepse nuk është kjo kish fetar, kjo është kish politike. Është shletë dokumentueshme janë njerëz genocidalë që kanë shkaktuar genocid në Kosovë dhe ata i kanë lënë thellë. Sa i përket manastirit Apiko Iliria, ne për me argumentu në aspekt ligjor që këto i takojnë Kosovës, këto toka të ish ndërmarrjes Apiko Iliria dhe që ka qenë vendime të jashtëligjshme që ka marrë institucionet drejtësisë, janë letë dokumentueshme. Për shembull, ne kemi rregullohen përfaqësuesi special të Kombit Bashkuar të Autonomikut numër 1999/24, respektivisht numër 2001/59, që thot ligjet të Serbisë të miratuara pas 22 mars 1989 nuk janë të aplikueshme për Kosovën. Pra gjitha këto që i bie që këto vendime që janë marrë pas 22 mars 1989 janë jashtëligjshme, edhe këto toka që ja ka dhuru Slobodan Miloševići në 1997 ndërmarrjes Apiko dhe Iliria janë pa bazë, edhe siç ishte pa bazë edhe falja e 2500 hektar tokës të Maqedonisë që ja kishte falë Serbia mas atë marrëveshjen sekrete të Glogorov Milošević në 1992, prap ishte bë një rinegociim për këtë çështje 2001 në atë kohë Mali Zi që ishte union me Serbinë kishin negociuar për Kosovën për këtë çështje. Më pastaj u është bë demarkimi kufin me Maqedoninë, prap është Kosova këtu ka hub prap territore. Dhe argumentet juridike, ligjore janë në anën tonë. Ajo që është esenciale që duhet përmendet të roli destruktiv që kishte luajtur kisha ortodokse serbe, sidomos gjatë luftës fund në Kosovë, ajo me gjithë fuqinë e saj, mekanizmat e saj u është involvu, jo vetëm propagandë. Mirë po,
në përkrahje drejt për drejt në gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Ajo doli hap, për shembull, kemi manastiri Graçanicës që kishte pas, ka fakte dhe dokumente që ka pas një sit veçantë ushtarak. Kemi, do thot, në vitin 1999, ku në manastirin e Graçanicës 40 autobusa me kriminal serb. Dhe disa për tyre ka qenë që ishtë burgosën, që i ka amnestu Slobodan Milošević, kriminali Slobodan Milošević, janë ardhë në manastirin e Graçanicës, janë beku dhe pastaj janë shpëndarë dhe kanë bërë gjenocid. Kemi edhe manastirin Deçani, pashtu edhe manastiri Pezh, gjithandaj Kisha Ortodokse Serbe në vazhdimsi për posh aspektet do thotë që kanë luajtur një rol propagandistik, politik, edhe njëtë me falsifikator në aspektin historik, mirë po kanë qenë dhe janë qerë e spionazhit dhe ruso-serb dhe kanë qenë tradicionalisht edhe depo e armatimit. Situatat caktuara kanë qenë edhe depo e armatimit. Ku jemi te lufta e fundit, Ku qalon roli politik i shqiptarëve, sidomos për periudhën e pas luftës, për të paditur Kishën Ortodokse Serbe, së pari për tentativën e saj për uzurpimin e pronave, që janë thjesht lehtë dokumentueshme. Pastaj, për të paditur Kishën Ortodokse, thjesht për prishjen e ambientit, me ndërtimin e atyre mureve, sepse më shumë gjason në një kamp ushtarak se sa në një manastir që predikon fe. Pse nuk i mbledhim këto argumente? Pse kjo heshtje ka shi Kishës Ortodokse kur e shohim se ajo ka pretendim politik dhe territorial? Sepse nuk duhet që ta shndroj këtë bisedë që jemi kundër ortodoksëve apo që jemi kundër besimtarëve ortodoks. Absolutisht. Qëllimi i këtij emisioni është se përse politika e Kosovës dhe politika e shqiptarëve një herë për gjithmonë nuk i mbledhin argumentet, nuk i artikulojnë idetë dhe mendimet që thjesht të jemi barabartë karshi Kishës Ortodokse Serbe dhe t'ja dokumentojmë edhe faktorit ndërkombëtar, sepse fuqizimi i Kishës Ortodokse Serbe po na ngjall probleme dhe dilema të vazhdueshme, edhe pse kam mbet thuajse pa besimtar në Kosovë. Kjo është një shqetësim i madh. Fakt, shqiptarët kanë pas argumente dhe fakte të mjaftueshme për ta padit Kishën Ortodokse Serbe për gjenocid domethënë në Kosovë, dhe në njëjtën kohë ta akuzohet pa ditë për këta popo që serb, të cilët sot veprojnë në për këto manastire, në për Kishën Ortodokse. Se ne nuk e dim kush janë këta njerëz. Ne kemi fakte dhe dëshmi të mjaftueshme për pse këto Kishë Ortodokse kanë qenë përpos një qerdhe, ku do thotë janë bë krime, janë beku kriminal, dhe në anën tjetër kemi një vazhdimsi. Jo vetëm për ta padit për ato që ka ndodhur në 98-99. Po ne e pam që kjo kishë dhe këto institucione kishtare që po i menaxhon Serbia në mënyrë të vazhdueshëm, jo vetëm që po propagandojnë, mirë po janë duke e pengu subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe duke pengu shtetin Kosovës. E patëm rastin Banjsk. Po, rasti Banjsk është edhe ky ka është argument i fuqishëm që Kosova është dashur me padit veç jo vetëm persona caktuar, popat që që veprojnë në Kosovë, edhe mirë po drejt përse drejti Kishën Ortodokse Serbe, sepse ajo po i motivon, ajo po i dërgjon, ajo po i nxit. Kishën Ortodokse në Beograd. Në Beograd, vetëm Beograd. Profinje, për shembull klerikën aktual, profinje, ky duhet të akuzohet drejt përse drejti, domethënë që është involvuar në trazire, në akte terroriste, dhe në aktet e sabotazhit e gjitha këto që kanë për qëllim me dëmtu shtetin e Republikën e Kosovës. Ajo që duhet ta përmend para pakisht ku jemi te lufta e fundit, pse kemi argumente dhe fakte. Për shembull,
gjatë luftës së fundit Kosovë për me dëshmu që Kishë Ortodoks ishte aq e fuqishme. Kemi një dokument numër 371 datës 29 tetor të vitit 1998 i nënshkruar nga episkopi i Rash Prezenit që thret për luftë kundër shqiptarëve. Mandej kemi një projekt thirrje publike. Mandej kemi një projekt i njohur, projekt serb i njohur si projekti Shansi 600 plus 2000. Çfarë do thotë ajo? Ky projekt kishte qëllime të qarta që përnder të 600 vjetorit të betejës së Kosovës, pra me 28 qershor të vitin 1999, ta spastrojnë etnikisht Kosovën, krijojnë gjenocid dhe ta shndrojnë Kosovën si një tokë serbe pa shqiptar. Ky është një projekt i Serbisë. Dhe ky është një argument që Kisha Ortodokse dhe politikës e Serbisë, sidomos gjatë luftës së fundit, po edhe në mënyrë të vazhdueshme ka vazhdu dhe ka bërë luftë pastër fetare. Edhe pse qëllimi dihet, qëllimi i Serbisë është për dallim shtete të tjera, qëllimi për Kosovën është për qëllime ekspansioniste, për dihet për Kosova ka pozicitet favorshme gjeostrategjike, resursë gjitha këto. Mirë po, gjithmonë Kisha Ortodokse serbe, edhe politika serbe e ka përdor fenë dhe për qëllime politike. Serbia dhe politika serbe ka pa që nuk mund ta mbanë gjithmonë entuziazëm dhe nuk mund ta mbanë në këmbë shovenizmin serb pa e përdor elementin fetar. E ka të qartë që nuk mundet. Prandaj gjithmonë do thotë e përdorin manastiret, i përdorin kinse Kosova, Jeruzalemi, Serbisë, kështu me radhë, këto shpifjet e gjitha këto. Ku jemi te deksturiteti Kishës serbe, duhet ta përmend që menjëherë mbas përfundimit të luftës në Kosovë, në vitin 2000 Kisha Ortodokse serbe kishte kërkuar që ta shpall Serbinë si shtet ortodoks. Shtet fetar ortodoks. Mirë po, kjo nuk ishte leju normalisht, mirë po kjo dëshmon që për një fuqinë e saj. Menjëherë pas përfundimit u përmend edhe çështjen e tradhjet mosh, po nuk do të hyj me labru se kem përmendur në mision caktum. Mirë po, kemi një memorandum të Kishës Ortodokse serbe të vitit 2003 që i amneston gjitha krimet që ka bërë Serbia, krimin e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Kisha Ortodokse i amneston, nuk ja akuzon dhe dihet që i ka dekuru edhe i ka përkra kriminal, si për shembull kriminalin Lazarović, Vladimir Lazarović, generalin serb kriminalin, famkeq serb që ka bërë gjenocid në Kosovë, e ka dekuru. Kisha Ortodokse serbe e ka dekuru. Dhe pra, kemi një qëndrim të shovenist, e i kanë mbrojtur gjitha këto krime që i kanë bën ndaj shqiptarëve. Dhe kemi një fakt që është interesant ndaj sa i përket Kosovës, një kontinuitet të qëndrimeve saj të ashpra. Për shembull, 2013 ish Peshkopi Artemie e kishte përnder të 100 vjetore të betejës luftës ballkanike, 1913-s. Ai tha që 500 vjet na kem prit për me shëru tha Kosovën, dhe kështu që ne do të presim momentumin për ta pushtuar. Sipas tij, padyshim, se ata nuk e kanë qeru Kosovën, ata e pushtuan, ata bën një gjenocid pa pam. Dhe e vazhduan më pastaj partiaku Irinej në 2015, ai tha qartë që na morën me dhunë, do ta kthejmë me dhunë. Edhe 2016 po ashtu që e çunte Kosovën, Jeruzalem, Serbinë. Kjo është ajo që po e përmenda më parë që thash, këta përdorin njëjtën koncept që e përdorin sionizmi politik. Pra, ta shndrojnë Kosovën si një vatë e rëndësishme fetare, kulturore, si djepi Serbisë, kinse si jo rastisht e përdorin këtë terme pelegrinazh serb, që është totalisht e pabazë, që edhe mediat. Ku bajnë pelegrinazh në Kosovë? Kjo është e turpshme. Kjo është e turpshme, për shembull, fjalori shqip. Fjala pelegrinazh do thotë vizitorë i vendeve fshehta. Prandaj këta përdorin Serbinë për Kosovën për këtë aspekt, domethënë për mi motivu se kinse ky është Jeruzalem, kjo tokë shenjtë për neve, këtu ata thonë janë shenjtore tanë, këtu ne kem sakrifiku dhe po i motivojnë për gjenocid. E përmenda 2016, por fakt tjetër duhet ta themi që jo vetëm Serbia, por
kemi një lloj regjim të një aleance ortodokse në raport me muslimanët e Ballkanit, sidomos me Kosovën. Në vitin 2016 është kriju një lloj ushtrie me përkrahjen e Rusisë, një ushtria kozake e ushtarëve veteran ortodoks të shteteve ortodokse të shteteve ballkanike që kanë luftuar në luftat e fundit Ballkan, që kjo është bën kjo ushtri, kjo lloj organizatë ortodokse është kriju në kishën ortodokse të Kotorit, do thotë ku është beku nga Peshkopi Momçilo Krivokapić. Dhe ai ju ka thënë qartë që ju një ushtri për mbrojtjen e ortodoksizmit në Ballkan. Dhe vetë kanë proklamojnë kjo ushtri, kjo organizim që kanë qëllime qarta për me mbrojt ortodoksizmin në Ballkan, që është një vazhdimsi e asaj që kishte thonë Slobodan Miloševići në 1989, me 300.000 ushtarë do ta shkatërrojnë të islamin pej Sarajeve deri në Mekë, me 300.000 ushtarë sërbë. Po e pretendonte ta çunte në aspekt fetar. Dhe kjo që është edhe një fakt tjetër për me dëshmu një lidhje të fuqishëm tashmë ortodoksizmit, kemi deklaratën e Lavrov, ministri i punëve jashtme Lavrov, me 7 maj të vitit 2024, ku tha zbashku me Serbinë, ministri rus Lavrov, ministri i punëve jashtme të Rusisë Lavrov, i cili me 7 maj 2024 tha, së bashku me Serbinë do të luftojmë për liri, demokraci dhe ortodoksi. Çfarë do thotë kjo? Kisha na krijohet tash një mit tërësisht ortodoks. Kjo është një qëllim i qartë i kisha ortodokse serbe, politika serbe dhe tashmë politika ruse janë duke u koketu dhe përdorin prap elementin fetar për të arritur qëllimet e veta, sepse ne dim edhe sidomos gjatë luftave të fundit vitit 90 ka qenë një aleancë shumë e fortë e boshit ortodoks, sidomos Athinë-Beograd-Moskë. Ka pas për shembull njësitë ushtarake dhe greke që kanë ndihmuar edhe në genocid e Serbisë në Bosnjë, edhe në jetën ku që i kanë dhënë edhe për krahjet fuqishme të Serbisë për meneve. Dhe kështu që kemi një rrezik. U tham këtu që pse duhet edhe kem bërë gabim të madh që nuk është pa di dhe ka argumente. Duhet të themi një fakt. Ku ndodhi sulmi në Banjsk, kisha ortodokse, popat ortodokse të Banjskës, shpifken se kinse terroristët sërbë kanë ardhur këto ditë. Në fakt, këto fakte dëshmojnë që ata kanë ardhur shumë muj më përpara. Gjithçka ka qenë dieni. Është ortodokse për ta dënuar faktin. Është gjetë fakte dhe dëshmi se armatimi terroristëve serb ka qenë nga depot e ushtrisë serbe të re, domethënë armatimi i ri, nuk ka qenë armatimi i vjetër. Domethënë prodhim i shtetit Serbisë dhe qëllimi i qartë ka qenë akt terrorist për të arritur, do thotë, që elementit serb të ndajnë nëpërmes kishës. Po të arritë domethënë edhe që të poshtohet ajo pjesë, edhe të krijohet tensione më pasaj edhe të arritë përmes akti terrorist të nxitin qytetarë serb se kinse po rrezikohen do thotë jeta atyre dhe pastaj do thotë të arrijë qëllimin që tyre që është me coptu do thotë shtetin në çfarë lloj mënyre apo në luftë për të integruar në Bashkimin Evropian që do ta kemi sfidë karshi me gjitha këto probleme, por do të ishte shumë e mirë që relikti fetar të dahet nga opsioni i kishës ortodokse me strategji politike. Nuk mund ta përmbylli emisionin pa bërë edhe këtë pyetje, çka duhet të ndërmarrim ne apo politika jonë shqiptare për të parandaluar politiken e kishës serbe, në këtë rast kishës serbe në raporte politike karshi shqiptarëve. Në fakt, ne duhet jemi shumë më të vëmendshëm sa i përket do thotë qëndrimit të ashpër të politikës serbe. Kem përmendur edhe disa emisione të kaluara, do thotë, për fuqizimi institucioneve sigurisë të vendit, Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet pranoj asnjë lloj
do thot asnjë lloj statusi të veçantë për minoritetin serb në Kosovë. Kur far asociacioni nuk duhet pranoj sepse kjo do të shndrohet te Kosova në bosnizim. Po në jetën kohë nuk duhet krijohet një status veçantë për kishat ortodokse. Kjo është një manipulim, kjo do të ishte rrezikshme. Ajo që është e turpshme, ne kemi edhe me aneksin e Ohri që 2028 në negociatat të palit kosovare me Beogradit, pika 7 është shumë e dëmshme, është jashtëzakonisht e dëmshme. Se kërkon të formalizohet statusi i kishës ortodokse serbe. Domethënë e një gjendën ekzistuese të kishës ortodokse, kisha ortodokse që fakt nuk janë serbe, po fatkeqësisht konsiderohet si serbe. Të formalizohet statusi i kishës të formalizohet statusi i kishës ortodokse në Kosovë, do thot edhe do të shëndohet do thot dhe të merr këtë status juridik, status veçantë juridik, se deri tani dihet që ne çka duhet të bëjmë një çështje tjetër. Ne dimë që ende veprojmë me një ligj për bashki fetare prej 2006-s. Kemi disa projekt ligje që ende nuk është shndruar një ligj që janë diskutuar shumë, kanë fort ndryshim në raport me ligjin. Edhe këto projekt ligje janë zakonisht ku jemi përgjithësi në raport me bashkinë ndryshme fetare, ka shumë çalime dhe që ka rrezik i madh që mund të na fusin fraksione dhe tensione fetare në të ardhmen. Sepse në këtë rast dhe edhe këto projekt ligje jep favore. Xhamiat do të kërkonin një status të njëjtë dhe do kalonin në diçka tjetër. Aneksi i Ohrit, pika 7, thash formalizon statusin juridik. Do të jemi në një emision veçantë tjetër. Dhe do thotë kjo është shumë e rrezikshme se janë një, do thotë gjendjen ekzistuese çfarë ka, vetëm e ngrit në aspektin juridik. Do thotë kishës ortodokse në Kosovë dhe kjo do të ishte shumë e dëmshme nëse ne do thotë ju japim privilegje kishës ortodokse. Çka duhet bëjmë ne? Ketë një ekip mobile kërshi fakturit ndërkombëtar që të argumentoj të gjitha faktet që kisha ortodokse është e involvuar në procese politike dhe jo fetare. A duhet ta ketë pala kosovare në këtë rast do të thotë qeveritë cilat janë në ardhje që faktikisht në raport në bisedime ndërkombëtare me Serbinë së pari ti qartësojnë faktet dhe pretendimet e kishës ortodokse. Po, kjo do të ishte diçka jashtëzakonisht me rëndësi. Prandaj ne kemi mjaft argumente dhe fakte që edhe duhet bëhet presion fuqishëm që nuk duhet lejohet në negociata dhe kur ose në projektligjet që po vazhdimisht po tentohet tashmë të shndrohet në ligj në vendin e Kosovës për liri fetare të jepim kur far statusit veçantë do thotë sepse do të rrezikohen. Ne çka duhet bëjmë në raport me bashkinë ndërkombëtare. Ne duhet bëjmë presion. Themi qartë. Shqeni, fakte e përmendëm më parë, faktet juridike, edhe krim gjatë procesit të krimit të autoqepalisë se kishë ortodokse serbe. Mirë po edhe fakte tjera, domethënë që edhe që përmendëm edhe ato çështje të fakte tjetër që ka të bëjë me UNMIK-un, ne nuk duhet lejojmë edhe duhet ta bllokojmë fuqizimin e kishës ortodokse. Kemi mekanizma edhe kemi mundësi. Duhet jemi shumë më të fuqishëm. Duhet bëhet padi ndaj kishës ortodokse serbe atje në Beograd. Konkretisht është involvum në gjenocid dhe në mënyrë vazhdueshme. Mos harrojmë edhe pavarësisht Kosovës, ajo ka dhënë miliona euro për të lobu kundër pavarësisë Kosovës. Mandej pas shpalljes së pavarësisë jashtëzakonisht ka botu lira, ka bërë shpifje ndryshme për demonizu Republikën Kosovës. Dhe kështu me këto fakte dhe fakte tjera që është implikuar edhe në koketim me shërbimin serbe në trazira të mashit, ne do ta stopojmë që mos t'i japim për hir të stabilitetit dhe që mos të kalojë. Por ajo çka sfundi që do ta kisha me veçu, që do të është me fakt me rëndësi me përpotencu, kemi vizitën e Profinies
që e bëri në Moskë, sfundi, do thot patriarkun e Kishës Ortodokse Serbe, patriarkun e Beogradit. Ai tha që lidhjet e tona mes Rusi nuk janë vetëm fetare, janë edhe gjeopolitike. Dhe Kisha Ortodokse Serbe nuk do të ketë lidhje me Rusin vetëm në aspekt fetar, nuk janë lidhje Kishës Ortodokse Serbe me shtetin rusisht në pikpamje vetëm fetare, po e thajnë edhe gjeopolitike. Dhe e falendroj Vladimir Putinin për qëndrimin e ashpër, do thotë, kundër Kosovës. Sipas tij, ju falendroj që ne nuk di çka do të bënim pa përkrojën tënde. Ne nuk di çfarë do të bënim. Dhe një fakt tjetër që duhet ta përmendim, ku jemi te dekonstruktiviteti dhe kontinuiteti e qëndrimit negativ të Kishës Ortodokse Serbe. Edhe gjatë procesit të negociatave në Vjenë, edhe ashtë të quajturën ku ishte shkembimi territor, ku ishte nxit ky proces 2018, ku në fakt ky ishte proces për coptimin e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe ka dalë qartë. Nuk e pranojmë asnjë formë, do thotë, në asnjë mënyrë shkembim territorëve. Ajo dëshiron Kosovën si të tërë. Pra, nuk një kufar shkembim territorëve, por ka qëndrim te ashpër. Në njëjtën kohë ja ka bërë qartë edhe presidentit Aleksandar Vučić, edhe i tha edhe tani fundit, fillimi i misionit pikërisht në ato thirrje tek këto ditë e fundit që nuk guxon asnjë vendim politik pa përqimin ton, mirë po edhe negociatat që kishte filluar negociatat në Bruxelles me Kosovën, kishte thënë qartë që nëse vije pyetja integrimit evropian, në integrimin e Bashkimit Evropian dhe Kosova duhet ta lësh Bashkimin Evropian dhe vetëm fokuson Kosovën. Do të zgjedhësh atë që veç ka ikur. Po kjo është padyshim. Po në fakt është rikthyer. Po kjo është ajo një qëndrim shumë destruktiv që po e vazhdon Kisha Ortodokse Serbe dhe po ka një qasje shumë të vrazhd, edhe çka është një qasje bashkë ndaj popullit serb. Padyshim. Në këtë rast, vënia në konflikt me fqinjt, nën kupton jo stabilitet për shtetin serb. Po kjo është sepse edhe vetë Serbia në brendësitë të saj ende ka pjesë territoriale të faktikisht të republikave tjera. Kjo është edhe një fakt që ishte dhe ka popullat tjetër. Një detaj që ishte duke mik. Edhe ku jemi edhe të lufta Bosnjë, për shembull, jo vetëm edhe Kosovë, nuk ka pranuar as projektin e paqes së Bashkisë Ndërkombëtare për Bosnjën. Edhe pse ishte shumë i dëmshëm për Bosnjën dhe pozitiv për serbët, nuk i kishte pranuar. Çfarë do të thotë? Ka qëndrime të maksimale. Është shumë shoveniste dhe vazhdon këtë qëndrime shumë të ashpra edhe në raport me Kosovën, një qëndrime shumë destruktive. Si lloj qasje ka si fëmijë i llastuar, gjithmonë me kërkesa astronomike thjesht për t'i vënë në siklet edhe miq ndërkombëtar. Ajo vetëm edhe nëse më lejohet edhe diçka. Problemi është një fakt tjetër që Kisha Ortodokse Serbe e përmendëm që ka një qëndrim maksimal, por fatkeqësia më e madhe është që në mediat, do thotë edhe në serbe dhe në popullatën serbe, ende përkrahet fuqimisht Kisha Ortodokse Serbe dhe atje nuk u bëhet presion besimtarëve serb për t'ju thënë që jemi shekull 21 dhe është e turpshme të përkrahet qasje shoveniste të një bashkie fetare që ka në raport me popullatët e tjera jo serbe. Informimit apo? Unë mendoj që ma tepër është një serioziteti, një shovenizmi, një urrëtie patologjike që u ndërtu me shekuj, sidomos këto 2 shekuj të fundit, që serbët nuk po dëshirojnë me permesu veten. Ne pam edhe protestat e opozitarëve në Serbi. Janë shumë shoveniste. Kanë qëndrim edhe më të ashpër se Aleksandar Vučići. Pra, iluzionet për një paqe me Serbinë është e pamundshme, pa u bërë denazifikimi, demilitarizimi, demokratizimi dhe coptimi i Serbisë, nuk mund të ketë kurfar raporte pozitive. Duhet
kërkim falje dhe të paguhet dëmshpërblimet që i ka bërë, domethënë reprezal, do thotë dëmshpërblimet ekonomike që Serbia do thotë i ka bërë gjatë dëmet që i ka bërë, domethënë, dëmshpërblen Kosovën për dëmet që i ka bërë Kosovë. Që të realizohet një marrëveshje finale me ta. Edhe një mliot edhe një çështje. Ku jemi tek kjo urrejtja patologjike, do ta kemi një qartë, një fakt një qartë. Aq shumë kanë ndiku ekstremi serb, kisha ortodoks serbe, saqë sot është frymëzim ndërkombëtar i terroristëve serb, i terroristëve ndryshëm e krishterë. Saqë duhet ta përmendim disa fakte. 2011 për shembull ku ndodhen aksioni për marrjen e pikës 131 ku ra heroi Enver Xhemberi, kisha ortodokse serbe me zbashkëpunim me organizatën klerofashiste Obraz i mobilizoi edhe studentët serb për luftë kundër Kosovës, domethënë që të coptohet ajo pjesë. I mobilizoi. Dhe në 2011, çka ndodhi? Ndodhi sulmi terrorist në Norvegji. Andra Breivik, një norvegjez që bën një akt terrorist. Po çka është e rëndësishme kjo? Ai kishte bërë një memoar, 1500 faqe, që të shmot për islamofobinë dhe urrejtën shumë madhe që kishte ndaj muslimanë, konkretisht nga shqiptarëve. Në atë manifestin ti 1500 faqe, 100 hera përmend Kosovën, si një shembull e ekspansionizmit islamik në Evropë. Dhe ai e merr si shembull Radovan Karadzićin, frymëzim. Radovan Karadzićin, terroristi serb e merr Radovan Karadzićin. Dhe ai ka pas kontakte nga 2001-2002 edhe me kriminalin serb Legja, dhe ai kishte kriju një organizatë, kishte qenë pjesëtar një organizate ku ishin pjesëmarrës veteran serb që kanë marrë pjesë në gjenocidin në Ballkan. Pra ai ka qenë pjesëtar një organizate terroriste bashkëpunim me serbë dhe ka pas kontakt edhe me kriminalin Legja. Dhe si frymëzim, thotë është Radovan Karadzići që thot ai e ka stopu dhe ka bë krime ndaj muslimanëve në Ballkan. Dhe një rasti tjetër, kemi organizata tjera, për shembull organizatat serbe Oktpor, që ku ndodhin revolucioni ku ndodhi revolucioni do thotë në Egjipt, mos harro kjo organizatë ekstremiste ortodokse serbe hynë në top organizatat më terroriste në nivel global. Ajo i ka ndihmu një të ndodhur. Është lidhur kjo me kishën ortodokse? Po gjitha këto e kisha. Është vetë dokumentueshme? Janë dokumentuar për shembull tek edhe garda Çall Lazari që ishte formuar 2007 që kishte qëllim riposhtimi i Kosovës të themeluni do thotë një kishën në Serbi, në Kërshevc, Serbisë. Dhe gjitha këto organizata janë organizata terroriste ortodokse serbe, nuk janë vetëm organizata terroriste. Dhe çka është një fakt interesant, ku ndodhen sulmet, filloi revolucioni në Egjipt 2019, filloi në sulmet disa sulme terroriste në disa kishë ortodokse atje në Egjipt. Dhe ishte bërë kryesisht në disa vetë ishte bërë në organizatat terroriste që ishin që i takonin elementit ortodoks atje, bashkëpunim që ishin trajnuar Beograd me në organizat terroriste serbe. Pra, sot organizatat terroriste ortodokse serbe dhe kishë ortodokse serbe dhe elementet ortodokse serbe janë frymëzim edhe terrorizmi ndërkombëtar. Ne e pam edhe sulmin terrorist në Zelandën e Re 2019. Në 2 xhamije një australian që bëri aktin gjenocid në 2 xhami, 28 vjeçar, një 28 vjeçar që ishte australian që ato që bëri akte terroriste në Zelandën e Re, ai me video pa që duke shku me akte terroriste në shonte muzikë serbisht dhe aty në ato këngët. Po thu se kisha ortodokse serbe ka plan më të gjerë se sa vet Kosovën? Është frymëzues, është element frymëzues për terrorizmin këtë rast. Po, edhe akte terroriste. Dhe aty shihet qartë që në ato këngë këndoi
kryesisht kriminal serb që kanë bo krime edhe në kohën e Perandës Osmanit, po dhe me tutje. Dhe ai duke dëgju, duke ngaz veturën, i dëgjon të këto këngë shoveniste dhe bëre aktin makabër. Do më thonë, ata zelandezë që ishin shqiptarë, ato ishin shtetas ndryshme, mirë po kjo dëshmon që do thot ekstremi Kisha Ortodokse Serbe dhe përgjithësi do thot shovenizmi serb, ekstremizmi ortodoks serb, është frymëzim për islamofobi dhe për akte terroriste në nivel botëror. Edhe është duke sot sidomos ekstremi djathtë në Evropë është duke u frymëzuar jashtëzakonisht nga do thotë nga ekstremizmi ortodoks serb dhe urrëtitë që kanë ndaj muslimanëve, dhe unë mendoj që edhe në tarmen do thotë Kisha Ortodokse Serbe, politika serbe do të jetë jashtëzakonisht shumë destruktive në raport me shqiptar, por sidomos në raport me muslimanët e Ballkanit. Për të trosh edhe thirrjet ekstreme të klerikëve serb ditëve të fundit nuk kanë pse të na frikojnë. E para që duhet jemi të zgjuar, predikimin fetar është i lejuar, mund të predikosh çdo fe, duke u lutur kemi një Zot dhe në atë duhet besojmë, por çdo politik që te i kalon kufit, limitet për të cënuar dhe për të pasur një pretendim territorial duhet dënohet. E ne si shqiptar duhet mobilizohemi jo në konceptin për t'i ndaluar të tjerët që të predikojnë fen, por që të mbrojmë të drejtat elementare njerëzore tona, tempujt, manastiret, xhamiat, të gjitha që janë tonat duhet jenë në mbrojtje të vlerave dhe njerëzimit dhe të mos frytëzohen për asnjë element dhe dukuri negative për trashëguar ndërpresa. Ndërsa si sugjerim të fundit për politikanët tanë që pretendojnë themelimin e institucioneve tash që po presin, ju rekomandojmë që t'i faktojmë të gjitha faktet karshi Kishës Ortodokse që ka pretendime territoriale, ka pretendime përçarëse dhe bën thirrje për destabilizim në Kosovë. Ndërsa ata që gabuan dhe lejuan muret që të rrethohen manastiret dhe duken sot si kampe përshëndrimi, do t'u vijë turp dhe historia do të jetë përgjegjës për ta. Por të reflektojmë hapur që asnjë gabim të mos e lejojmë në të ardhmen. Ndërsa Kishës Ortodokse, sidomos asaj të Deçanit, i bajmë thirrje publike që të lejojë asfaltimin e rrugës sepse është elementi i fundit më njerëzor dhe mos të hap panik deri në Këshillin e Sigurimit e në fakt i thyen të drejtat elementare të një popullate civile që me shekuj i kanë trashëguar pasuritë e tyre në përmalet e Kosovës. Ju faleminderit që na ndoqët, shifim me emisionin tjetër, Adnan faleminderit që ishe sonte me mua. Faleminderit.